Përshëndetje, po ndihni magazinën informative 21 Live News. Një incident I rënd ka ndodhur sot në qendër të Prishtinës rreth orës 15:40 minuta. 150 metra larg stacionit qendror policor ka ndodhur një incident I rënd ku janë përdor armë zjarri. Thuhet se 2 persona janë arrestuar lidhur me këtë rast, ndërsa viktima e rastit ishte një punëtor sigurie në një kafeteri ku po shohim pamjet nëse mund na I transmetoj regjia, por më vonë thuhet se I njëjti ka pësuar nga plagët e marra. Për informacione më të hollësishme, lidhemi tani me kolegën tonë Fitora Ademi, e cila gjendet në qendrën emergjente të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Po, Leonora, është e saktë, viktima 36 vjeçarit Rahman Ukës ka ndruar jetë pas plagëve të marra me armë zjarri në vendin e tij të punës, ku punonte si sigurim në një kafeteri në qendër të kryeqytetit. Sipas shefit të ekipës kujdestare në qendrën emergjente, Agron Qitakut, trupi I viktimës është sjell në këtë qendër rreth orës 16. Thotë se është qelluar me armë zjarri, ndërsa mori 2 plagë të rënda, njërën në dorën e majtë, ndërsa tjetrën në pjesën e mesme të gjoksit. Ma shpjego tani se si është gjendja në qendrën emergjente, çfarë po ndodh atje? Familjarët janë në gjendje shoku, madje as nuk po mund të flasin nga tmerri që përjetuan sot. Policia ende nuk ka ndonjë version zyrtar se çfarë shtyri këtë incident tragjik që çoi në vdekjen e 36 vjeçarit. Ende, po e përsëris, nuk viktima ishte pra pjesë e sigurimit, e cila ishte në detyrë derisa pësoi sulmin në kafeterin ku punonte. Po, patët rastin të kontaktoni me policin për t'ju dhënë informacione më të hollësishme se si ka ndodhur ngjarja? Po, ne kontaktuam me policin, e cila na tha se ende nuk ka pranuar policia ende nuk ka ndonjë version zyrtar se çfarë shtyri këtë incident tragjik që çoi vdekjen e 36 vjeçarit. Të bethon informacionet ende nuk janë zyrtare, gjithçka mbetet për t'u konfirmuar më pas lidhur me atë se si ka ndodhur ky rast, apo jo Fitore, nëse po më dëgjon. Po, policia ende nuk ka ndonjë informacion zyrtar, ata janë duke e hetuar rastin. Fitore, faleminderit për këtë paraqitje direkte nga qendra emergjente e Çekukës. Vazhdojmë me zhvillimet politike në vend. Shqetësimin për krizën politike në vend, lideret e koalicionit pas zgjedhor LDK, AK dhe Nisma e kanë ngritur sot në takim me një delegacion të ish deputetëve të Parlamentit Evropian. Pas takimit, kryetari I Nismës Fatmir Limaj tha se I ka njoftuar ish eurodeputetët evropian se zgjidhja e ngërçit politik është në kuvend përmes shumicës parlamentare. Pas takimit me ish deputetë të Parlamentit Evropian, kreu I Nismës Fatmir Limaj tha se biseduan për zgjidhjen e krizës politike dhe krijimit të institucioneve. Limaj tha se ish eurodeputetët nuk ju sugjeruan ndonjë zgjidhje, por vetëm I dëgjuan zgjidhjet që I ka bloku përmes shumicës parlamentare. Ne pak a shumë e njoftuam delegacionin me koalicionin, me vijat programore, me objektivat që kemi ndërmend t'i bëjmë në qeverisin e ardhshme, po gjithashtu e informuam edhe me aktualitetin rreth daljes nga situata për gjetjen e zgjidhjen e çështjes sekretarit të kuvendit dhe pastaj për krijuar qeverinë. E kanë edhe ata të qartë, ky vend duhet përfundimisht si vend I pavarur të fillojë të funksionojë vet, gjendje zgjidhje brenda nesh vet, dhe është koha që ne si politik të gjejmë zgjidhjet vet. Edhe unë besoj që do t'i gjejmë. Ajo që është bazamenti çdo sa ju e dini, në demokraci është shumica. Shumica fundamenti I një shoqërie demokratike. Besoj që këtu s'ka dilemë për askund. Limaj nuk komentoi shumë për hapat e koalicionit LDK AK Nisma dhe të vetëvendosjes rreth vazhdimit të seancës konstituive. Po, unë e pres nesër ne antarët e koalicionit të takohemi, të bashkëbisedojmë në funksion të asaj që kemi thënë dhe herën e kaluar dhe shpresoj që nesër ju do të keni pak më tepër idenë se çka ne do të veprojmë në tarmën. Nuk kisha fol tani pasi që nesër kemi takimin dhe do të shohemi hapat si cilat hapa do të ndërmirën në tarmën. Pa e që unë shpresoj që jemi futur në një moment ku zgjidhja duhet vijë sa më shpejt. Është koha për të ardhur te zgjidhja. Është momenti për të reflektuar dhe unë pres shumë shpejt. Ai përkranë mbajtjen e zgjedhjeve 30 Unë pres shumë shpejt të vim të zgjidhjeve. Ne unë punoj dhe ne po punojmë
përdarë të zgjidhja. Dhe zgjidhja, besoj se shumë shpejt e vjen. Në seancën e së njëjtës, deputetët e koalicionit LDK, AAK, Nisma dhe të vetëvendosjes kërkuan nga kryesuesja Flora Brovina që sa më parë të thras vazhdimin e seancës konstituive. Ndërsa nesër presidentja Jajaga pritet të takojë sërish liderët e subjekteve politike në përpjekje për ta kapërcyer krizën politike në vend. Ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës insiston se zgjidhja e ngërçit politik është në respektimin e kushtetueshmërisë dhe në dialogu ndërmjet subjekteve politike. Kjo parti shpreson në takimet e presidentës me partitë politike në Kosovë, por nuk përjashton opsionin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Kështu tha nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci për Radio Televizionin 21. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci ka thënë për Radio Televizionin 21 se përpjekjet për zgjidhjen e nyjës politike që po bëhet pa dëshirën tonë po vazhdon. Ne jemi për bisedime duke respektuar ligjet e fuqi dhe vullnetin e popullit të Kosovës në zgjedhjet e qershorit. Partitë që po bllokojnë formimin e institucioneve do të jenë përgjegjëse për situatën e krijuar. Edhe kjo kohë e humbur do të na kushtoj shumë dhe jam shumë i sigurt se dikush do t'i merr përgjegjësitë për pasojat që i ka shkaktuar vendit, jo vetëm në një fushë, po në jetën e gjithëmbashme. Prandaj ata që kanë bllokuar realizimin, jetësimin e vullnetit qytetarëve të Kosovës, ata të cilët nuk njohin, refuzojnë vendimet e institucioneve të pavarura, të gjykatës, nuk respektojnë presidencën e tjera, absolutisht ata do të marrin edhe përgjegjësi shumë të madhe mbi supët e tyre. Grabovci çmon angazhimin e presidentit në gjetjen e një zgjidhje duke takuar subjektet politike. Ne jemi për zhbllokimin e gjendjes në funksion të qytetarëve dhe shtetit demokratik. Ne do të presim që presidentja të përfundojë këtë iniciativë që ka marrë dhe ne urojmë që dhe kemi besim që presidentja do të përfundoj me sukses, që do të thotë me një zgjidhje, me një marrëveshje dhe posa të arrihet marrëveshje, ne do të shkojmë në seancë konstituive, do të vazhdojmë me konstituim dhe gjithsesi edhe me konstituimin e qeverisë dhe të institucioneve tjera të vendit. Alfa omega e demokracisë është tavolina e bisedimit. Prandaj ne presim që liderët e partive politike tulen në tavolinën e bisedimeve dhe në përputhje prapë them me vullnetin e qytetarëve, me vendimin e gjykatës, duke respektuar kushtetutën, ligjet në fuqi, të gjejnë zgjidhje sepse ka mundësi për zgjidhje, ne jemi shumë të sigurt se do të gjendet zgjidhje. Sipas deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci, partia e tij nuk është që Kosova të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por nëse partitë opozitare vazhdojnë me bllokada dhe inate, nuk e përjashtojmë edhe këtë opsion që Partia Demokratike do të fitojë bindshëm, është shprehur Grabovci. Shpresojmë dhe besojmë fuqishëm që dhe dëshirojmë që të gjejmë zgjidhje brenda subjekteve politike, por në anën e kundërt Partia Demokratike e Kosovës është e përgatitur dhe shumë e përgatitur për zgjedhje dhe që tash jam shumë i sigurt dhe i bindun se do të korrim një fitore bindëse, sepse ne kemi besuar të kaluarën, i besojmë edhe tash në angazhimet tona, në përkushtimin ton, në vlerat tona, në ofertën tonë, që është oferta më e mira, që do të plasojmë para qytetarëve të vendit, si në zgjedhjet e fundit, po ashtu edhe tash. Nga kjo që dëgjuat, mund të konstatojmë se Partia Demokratike e Kosovës insiston që të ketë marrëveshje me parti tjera për krijimin e institucioneve, ndërsa opsioni tjetër është shkuarja në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ndërkohë, presidentja e vendit Atifete Jajaga u ka bërë me dije të gjithë liderëve të partive politike parlamentare gjatë takimeve të kaluara në kuadër të procesit të lehtësimit të diskutimeve, gjendje në të cilën ndodhet vendi aktualisht edhe rrezikun nga kriza jo vetëm institucionale dhe politike, por mbi të gjitha buxhetore dhe financiare. Në një përgjigje zyrtare dërguar Radios Evropa e Lirë, shefi i stafit në kabinetin e presidentës Arbër Vllahiu ka thënë gjithashtu se presidentja ka shfaqur shqetësimin e thellë që për shkak të paaftësisë për ndërtimin e institucioneve të qëndrueshme në vend, po lëkundët partneriteti me bashkësinë ndërkombëtare, në veçanti me partnerët strategjik, posaçërisht në fushën e sigurisë, ku Kosova ka treguar shembull në ruajtjen jo vetëm të sigurisë së saj kombëtare, por edhe si një partner i fuqishëm në luftën globale kundër terrorizmit. Anashkalimi i Kosovës nga agjenda e partnerëve ndërkombëtar për shkak të bllokadës për të ndërtuar institucionet është shqetësuese dhe e vë Kosovën në një gjendje të rëndë që pengon fuqizimin e subjektivitetit
ndërkombëtar të saj. Zoti Vllahiu tha se presidentja Jahjaga pret në ditët 9 që liderët e partive politike parlamentare të reflektojnë mbi gjendjen e krijuar dhe të vinë me propozime shumë konkrete për daljen nga situata e krijuar. Për të analizuar situatën politike në vend dhe për mundësinë e daljes nga kjo krizë, i ftuar në studio është Dren Doli nga grupi për studime politike dhe juridike. Zoti Doli, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se vjen. Pra, partitë politike po presin që takimet e presidentës, takimet konsultative të përfundojnë me një rezultat konkret për zgjidhjen e ngërçit politik. Në anën tjetër, presidentja e vendit po kërkon pikërisht nga këto subjekte që të dalin me propozime konkrete. Si e shihni ju këtë situatë? Unë besoj që është shumë arsyeshme nga ana presidentës që të pret që partitë politike të përfaqësuara në kuvend të ofrojnë asaj një platformë se si ata mendojnë që dilet për zgjidhjet nga ky ngërç politik dhe t'i ofrohet Kosovës një zgjidhje. Besoj që liderët e bllokut, por edhe në veçanti liderët e PDK-s duhet të jenë vetëdijshëm që takimet me presidentën duhet shfrytëzohen pikërisht për të diskutuar modalitetet dhe një zgjidhje të mundshme për këtë krizë dhe pastaj do të mbetet presidentës që ndoshta në koordinim edhe me partitë tjera të bllokut për shkak të shmangjes së takimeve të drejtë për drejta të negociojë zgjidhje. Është e natyrshme që presidenti i Republikës tu kërkojë vetë partive politike që dalin nga kjo situatë, sepse janë ato partitë të cilat kanë deputet në Kuvend Kosovës dhe vetëm vullneti politik i këtyre liderëve politik dhe partive politike të përfaqësuara në kuvend do të prodhonte një zgjidhje. Asgjë tjetër që shkon përtej këtij konstrukti nuk mund të parashikohet dhe nuk mund të imponohet nga presidenti i Republikës. Do të thonë ju, ashtu siç ka thënë edhe presidentja, zgjidhja është në duart e vetë deputetëve dhe ajo nuk do të mund të dalë me ndonjë propozim konkret për daljen nga kjo krizë. Në fakt kjo do duhet të ishte mënyra se si presidentja fillimisht do duhet të vepronte në rastin konkret, por besoj që presidenti i Republikës ka edhe dy instrumente të fuqishme, kushtetuese për t'i ofruar vendit një zgjidhje. Instrumentit parë ka të bëjë me të drejtën e presidentës që të fillojë procedurat për caktimin e të nominuarit parë për themelimin e qeverisë, dhe në këtë formë presidentja një afat shumë shkurt kohor do të mund t'i ofronte vendit paktën një qeveri funksionale, nëse partitë politike të përfaqësuara në kuvend janë të gatshme që të mbështesin një kandidat caktuar për kryeministër. Duhet sqaruar këtu që vendimi i gjykatës kushtetuese as i pari dhe as i dyti nuk i kufizon presidentës të drejtën që të bëjë një inicim të një procedure të tillë. Fakti që gjykata kushtetuese kërkon që kuvendi i parit të konstituohet për të quajtur dhe për të ushtruar funksionet e tij legislative, nuk nënkupton që kuvendi nuk mund të ushtrojë funksionin e tij themelor që ka të bëjë me përfaqësimin. Pra kuvendi, bazuar në këtë funksion, do të mund të vepronte jo vetëm në emërimin e qeverisë, por vepron edhe në emërimin e vetë kryetarit të kuvendit dhe në emërime tjera të cilat janë të nevojshme. Zoti Doli, është përmendur edhe opsioni i shkuarjes në zgjedhje në rast se partitë politike nuk arrin një marrëveshje për t'i dhënë fund këtij ngërçi politik. A ka bazë ligjore në fakt që presidentja të shpallë zgjedhje? Duhet sqaruar që Kushtetuta e Republikës Kosovës është ndërtuar mbi bazë të praktikave dhe ndërtimit të kushtetutave tjera botërore, kryesisht demokratike, dhe mbi këtë bazë janë të përcaktuara mënyrat dhe gjerësia e mandatit, jo vetëm të presidentës, por edhe të qeverisë, edhe të kuvendit dhe institucioneve tjera të pavarura. Nuk ka asgjë në Kushtetutën e Kosovës e cila në mënyrë arbitrare i mundson presidentës që të shkëpus apo ndaloj mandatin e një institucioni tjetër të pavarur. Kjo jo vetëm për faktin që kushtetuta jone parashikon kështu, por janë disa parime që kryesisht lidhen. Neni 84, ajo është referuar në këtë rast neni 84 të Kushtetutës. Po tani po sqaroj edhe atë pikë, do të thotë nuk do të mund paramendohej një funksionim i një sistemi demokratik nëse një presidente do të mund të kishte autorizimin për të thyer gjitha bazat apo themelet dhe mënyrën se si është ndërtuar balanci dhe raportin mes pushteteve. Pra kjo çështje ka të bëjë themelësisht me mënyrën se si sistemi demokratik është vënë, jo vetëm Kosovë, por edhe vende tjera, kurse në rastin konkret autorizimi i presidentes që të jetë garantore e funksionimit demokratik të institucioneve të Kosovës nuk do të duhej dhe nuk mund të nënkuptoj asnjë formë që është një autorizim i cili do të mund të thellonte apo të shkelte, të rëmonte një
parim i cili ka si qëllim të garantoj funksionimin kushtetues dhe të barabartë të disa pushteteve. Në rastin konkret, unë besoj që Presidenti i Republikës Kosovës do të mund të përdorte, po them edhe një herë, autorizimin e saj, që të kërkonte partive politike që një periudhë caktuar kohore t'i ofronin një platformë për zgjidhje, nëse ato se bëjnë, atëherë Presidenti i Republikës Kosovës do të mund të kërkonte partivet politike që të bien dakord që të kërkoj opinionin e Komisionit Venecias, i cili është një institucion ndërkombëtar, profesional dhe mbi bazë të zgjidhjes së komisionit. Zgjidhje tjera para se vijem deri te zgjedhjet e jashtëzakonshme, Komisionin e Venecias si shihni si një pikë referente për dalë. Komisioni i Venecias është një organ profesional ndërkombëtar i përbërë nga akademik dhe njerëz të cilët janë marrë me drejtën kushtetuese dhe drejtën ndërkombëtare në përgjithësi, dhe të cilët do të mund t'i ofronin Kosovës mbi bazë të pyetjeve që partitë politike do të mund të binin dakord që ti parashtronin këtij komisioni, një zgjidhje mbi bazë të praktikave më të mira evropiane. Kjo do të mund të ishte një mundësi, ka edhe mundësi tjera, siç e përmenda që është çështja e fillimit të procedurave për themelimin e qeverisë, kur jemi tek themi shpërbërja e kuvendit apo shpallja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, sistemi jon kushtetues lejon vetëm 3 mundësi se si mund të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe të gjitha këto 3 mundësi janë të lidhura me të drejtën e kuvendit që vetë të shpërbëhet dhe të drejtën e kuvendit që vetë të ndërpres mandatin që ka fituar. Edhe rasti i mos zgjedhjes së qeverisë dhe rasti i mos zgjedhjes së presidentit ka të bëjë me vullnetin shprehimor të deputetëve, duke marrë parasysh që njohin se cilat janë provizionet kushtetuese të cilat çojnë vendin në zgjedhje, të mos bien dakord, themi ashtu në rastin e parë, që zgjedhen një president nëse do të ballafaqohemi me një situatë të tillë, apo që të mos votojnë një qeveri nëse ballafaqohemi me një situatë të tillë. Dhe provizioni i tretë kushtetues është që deputetët me vullnetin e vet në një pikë të vetme të rendit ditës që të shpërbëjnë veten dhe mbi bazë të këtij vendimit të kuvendit, presidenti merr të drejtën që me dekret të shpërbëjë kuvendin dhe të ftojë partitë politike që të konsultohen për caktimin e datave të zgjedhjeve. Zoti Doli, faleminderit shumë që ishit në studion tonë. Faleminderit. Bashkëbisedim dhe për këto sqarimet që dhanë. Vazhdojnë edhe më tutje me rrjedhën e informacioneve të tjera po ashtu nga politika. Aleanca për Armërinë e Kosovës në takimin e sotëm të kryesisë me kryetarët e degëve të partisë vlerësoi se është momenti i fundit që Partia Demokratike e Kosovës dhe kryetari i saj Hashim Thaçi të heqin dorë nga bloku i krijimit të institucioneve të shtetit. Tashmë, kur e kanë të qartë se ekziston shumica parlamentare dhe se vetë kanë mbetur në pakic, është absurde të insistojnë që të mbesin në pushtet me çdo kusht dhe të fusin vendin në krizë për interesa krejtësisht të ngushta, vlerëson AK. Në këtë mbledhje të kryesisë, Aleanca po ashtu ka shqyrtuar edhe raportin e progresit të Komisionit Evropian. Ky subjekt vlerëson se të gjeturat e këtij raporti në të gjitha pikat e rëndësishme si për krimin organizuar dhe korrupsionin, ekonominë, gjendjen sociale, arsimin e të gjitha pikat tjera e konfirmojnë domosdoshmërinë e ndryshimit të plot politik në Kosovë. Se zvarritja e krijimit të institucioneve të Kosovës po krijon një frustrim në vendet e Bashkimit Evropian, e ka konfirmuar edhe shefi i diplomacisë britaneze në Kosovë, Ian Cliff. Ambasadori Cliff edhe njëherë bëri thirrje për krijimin sa më të shpejtë të institucioneve, në mënyrë që ato më pastaj të adresojnë seriozisht vërejtjet që dalin nga raporti i progresit. Ambasadori britanik Ian Cliff edhe njëherë adresoi kritika ndaj politikanëve kosovar për shkak të zvarritjes së procesit për krijimin e institucioneve të reja. Cliff tha se rritja e frustrimit për mos konstituimin e institucioneve vërehet jo vetëm te politikanët kosovar, por edhe te Brukseli, Londra dhe Berlini. Kosova duhet të lëvizë shpejt, së pari me formimin dhe funksionimin e kuvendit, pastaj të qeverisë dhe institucioneve tjera. Mund të vërehet se ka rritje të frustrimit nga ana e politikanëve kosovar që nuk janë në gjendje të zgjidhin një problem të tillë për të krijuar institucionet funksionale, por ky frustrim vërehet edhe në Bruksel, në Londër, në Berlin dhe në vende të tjera. Kur ta kemi qeverinë e re, atëherë kjo qeveri do t'i listojë prioritetet në mënyrë që t'i marrë të gjitha vërejtjet e raportit të progresit shumë seriozisht dhe të ketë një plan shumë të qartë për t'i adresuar çështjet nga raporti. Kjo është një detyrë për qeverinë dhe politikanët e Kosovës.
Nevojën për një formim sa më të shpejtë të institucioneve në vend për të bërë pastaj reforma edhe në fusha të tjera, e sheh dhe shefi sektorit politik, ekonomik dhe integrimit evropian në zyrën e BE-s në Prishtinë, Thomas Gnocchi. Na duhet qeveri e re që do të fokusohet në reformat kyçe, siç është reforma zgjedhore dhe ajo në administratën publike. Reforma këto që ne duhet t'i marrim shumë herët parasysh. Ambasadori britanik Cliff dhe zyrtari i BE-s në Prishtinë, Gnocchi, këto komente i bën në debatin e grupit për studime juridike dhe politike për raportin e progresit. Vazhdojmë me temat sociale. Pas shkrimit të grafiteve me simbolet e UÇK-s dhe ISIS në disa pjesë të mureve të manastirit të Deçanit, igumeni Dava Janjić kërkoi nga KFOR-i rrethimin e këtij manastiri me tela gjëmbor me qëllim të shtimit të sigurisë. Kryetari i komunës së Deçanit, Rasim Selmanaj, ka kundërshtuar këtë kërkesë, duke theksuar se situata është e sigurt në Deçan dhe se ky rast është i izoluar. Policia e Kosovës ka vazhduar hetimet në zbatimin e kryesve të këtyre veprimeve, ndërkohë që gjatë natës së kaluar ishin shkruar edhe grafite të reja. Përfaqësues të komunës së Deçanit, të policisë dhe të KFOR-it, sot zhvilluan një takim me igumenin e manastirit të Deçanit Sava Janjić për të analizuar situatën e krijuar pas paraqitjes së djeshme dhe të sotme të grafiteve në muret e manastirit. Igumeni Janjić pas këtij takimi u shpreh i brengosur për gjendjen e sigurisë së manastirit. Mi se nadamo da će policija Shpresojmë që policia në bashkëpunim me KFOR-in do të vazhdojnë hetimet dhe presim që KFOR-i të ndërmarrë të gjitha masat për mbrojtje plotësuese të manastirit, sepse nuk ndihemi të sigurt në masë të mjaftueshme. Edhe më parë kemi pasur grafite me shkrimin UÇK, siç e shihni edhe tani këto prapa meje me mbi shkrimin Kalifati vjen së shpejti, ndërsa pikërisht tani u njoftova se me siguri gjatë natës nga ana tjetër e manastirit janë shkruar grafite UÇK dhe ISIS. Unë kam kërkuar nga komandanti i KFOR-it që manastiri të sigurohet me tela gjembor. Ne presim që KFOR-i ta miratojë kërkesën tonë, të kundërtën do të detyrohemi që vetë të mbrohemi nga çdo hyrje jo ligjore në pronat tona private. Kryetari i komunës së Deçanit, Rasim Selmanaj, dënon këto veprime duke cilësuar si të izoluara e që nuk reflektojnë disponimin e popullatës së Deçanit. Ndërkohë ai kundërshtoi kërkesën e igumenit Janjić për vendosjen e telave gjembor rreth manastirit. Këto afishimet që kanë ndodhur në për disa pjesë të mureve të manastirit i konsideroj si një rast i izoluar. Unë kërkoj urgjentisht nga organet e drejtësisë që të hetohet rasti. Unë nuk dua me paragjyku se kush mund ta ketë bërë, por konstatime dhe vlerësime mund të bëjmë vetëm pasi të kem domosdoshmë rastin të zbuluar. Ideja e përfaqësuesit të manastirit që manastiri me urrëthu me gjemba për ne është e pranueshme, e thash edhe në takim. E ardhmja e manastirit nuk është me u izolu me gjemba me mure, përkundazi është e ardhmja që duhet me hap rrugë, jo me u izolu me mure. Nuk ka pasiguri sa e përket manastirit. Unë edhe në takim me generalin e luta zotin Sava që sikurse edhe para 2 vjetë, të vi sot të shëtit për mjedis Deçanit me mu dhe të shoh se absolut ka siguri në komunën e Deçanit. Në takimin e zhvilluar në manastir ishte prezent edhe komandanti i batalionit shumëkombësh të KFOR-it për perëndimin, kolonel Angelo Minelli. Duke dënuar këtë veprime dhe në pritje të përfundimit të hetimit të policisë, ai u përmbajt nga vlerësimi për nevojën e masave të shtuara të sigurisë për manastirin. Nga këndvështrimi im nuk mund t'i jap informata se kush qëndron prapa kësaj. Ende jemi në pritje të vlerësimeve të policisë dhe pa vlerësimin përfundimtar nuk mund të them se a do të ndryshojnë aspektet e sigurisë së manastirit. Nga policia rajonale u bë ditur se janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për zbardhjen sa më të shpejtë të rastit dhe se për të gjitha hollësitë opinioni do të informohet me kohë. Me informacionin më të fundit lidhur me këto zhvillime, do të na flet kolegu Niazi Ejupi.
Po lajmi I fundit është se Ministri I Punëve të Mregjshme I Kosovës, Bajram Rexhepi, bëri të ditur se grafitet në muret e manastirit të Deçanit, sipas informacioneve më të reja të policisë, janë shkruar nga 3 të mitur. Rexhepi në kanalin në gjuhën serbe të Radio-Televizionit Publik të Kosovës tha se ky është akt vandal dhe se policia do të bisedojë me prindërit e 3 të miturve në mënyrë që veprime të tilla të mos përsëriten më. Rikujtojmë se në muret dhe portat e manastirit të Deçanit janë shkruar grafitet ISIS, AKSH, UÇK e ndonjë tjetër. Pra, ky është lajmi më I fundit I arritur para pak çastesh në redaksin tonë. Janë identifikuar personat që kanë bërë këtë akt. Po, pikërisht ashtu. Faleminderit Njazi për këtë paraqitje. Ndërkaq që frikën për sigurinë e personelit në manastirin e Deçanit e ka shfaqur edhe ministri për kthim në qeverinë e Kosovës Dalibor Jeftić. Në rast se nuk gjendën kryesit e incidentit të djeshëm, ka thënë ai më parë, kam frikë se pas parullave mund të ketë edhe sulme fizike ndaj klerikëve në manastir, të cilët me të drejtë janë të shqetësuar, ka deklaruar Jeftić në Beograd. Ai ka thënë se nëse nuk punohet në pengimin e shfaqjes së terrorizmit dhe radikalizmit islamik, ky do të jetë një problem I theksuar. Grafitet e shkruara në muret e manastirit në Deçani ka dënuar sot edhe iniciativa qytetare serbe, duke kërkuar nga organet kompetente që të reagojnë urgjentisht, sepse sipas kësaj iniciative kjo paraqet kërcënim dhe rrezik të hapur. Në shtëpinë e të moshuarve, pra ndrojmë informacion, u trajnuan se si të reagojnë në rast zjarri. Komuna e Prishtinës në bashkëpunim me UNDP-n dhe Kryqin e Kuq të Kosovës organizuan një ushtrim simulativ në ndërtesën e personave të moshuar për të përgatitur banorët e kësaj shtëpie me veprimet që duhet të ndërmarrin ata në rast të ndonjë rreziku të tillë. Ky ushtrim u simulua në ditën ndërkombëtare për zvoglimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera. Gjithçka ishte bërë gati për ushtrimin improvizues në shtëpinë e të moshuarve. Të gjithë ishin njoftuar me kohë si udhëheqja e kësaj shtëpie, po ashtu edhe banorët. U simulua edhe ndezja e zjarrit, me pas u dha alarmi për ndërhyrjet e brigadës së zjarrfikseve dhe të entit për ndihmë emergjente, të cilët fillimisht evakuan banorët që ishin brenda ndërtesës. Për banorët me simulim të lëndimeve të lehta u dha ndihma e shpejtë në oborrin e ndërtesës, ndërsa për ata që mbetën brenda duke simuluar lëndimet e rënda, u dolën në ndihmë ekipi I zjarrfiksëve I cili nxorri nga objekti. Ushtrimi simulativ u tha se është bërë për të vetëdijsuar banorët e shtëpisë së personave të moshuar që janë pa përkujdesje familjare, mbi rastet e fatkeqësive të ndryshme dhe gatishmërinë e ekipeve shpëtuese për këto raste. Prandaj edhe tyre kërkojnë ndihmë, po edhe prej tyre duhet me kërku se nga kanë eksperjenca se si duhet të reagohet në rast të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësira. Prishtina, fatbarësisht, me dokumentacion është e kompletuar gjitha dokumentacionit që I duhet për të reaguar në rast fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, I ka. Edhe emergjenca në këto raste u tha se ka kapacitetet e duhura për intervenime të tilla. Ekipet tonë janë përgatitur për gjitha sfidat e mundshme, faktikisht janë trajnuar, kem trajnime për më të ndryshmeve dhe konsideroj se ja dalin bashkë. Drejtoresha e shtëpisë të moshuarve Raze Aliçkaj tha se ky ushtrim që u bë sot dëshmon se ekipet e shpëtimit janë të gatshme për rastet e fatkeqësive të ndryshme natyrore dhe të tjera. Falenderojmë edhe gjithë pjesëmarrësit tjerë, FSK-n, policinë, ndihmën e parë, Kryqin e Kuq, gjithashtu falenderoj edhe stafin komplet I cili ishte shumë vigjilent dhe besoj se edhe ata më të mirën të mundshme që në rast rreziku nga zjarri apo ndonjë fatkeqësie tjetër, vërtet ju dalim ndihmë klientëve të cilët I kemi në institucionin tonë. Të moshuarit që banojnë në këto ndërtesa thonë se ndihen të sigurt pasi panë që intervenimi ishte I shpejtë dhe efikas. Absolut që zjarrfiksat janë shumë të shpejtë dhe shumë të aftë dhe ju uroj sukses dhe fat dhe gjithmonë inshallah nuk ju vjen raste të tilla. Më do kështu një lloj shpëtimi se Zoti mos e bëj mundet më ndodh gjithçka e papritur që mundet më ndodh. Edhe më ndodh diçka, frikën ja keni hek. Pas përfundimit e këtij ushtrimi, vullnetarët e Kryqit të Kuq shpërndan edhe broshura për sensibilizimin e qytetarëve se si duhet të veprojnë në raste të fatkeqësive natyrore dhe të tjera. Por, kur kërkohet për të ndërhyrë në rast zjarri, skuadrat zjarrfikse thonë se nuk janë të pajisur si duhet me mjetet e punës dhe ato mbrojtëse. Të pakënaqur me kushtet e punës, zjarrfiksit e të gjitha komunave të Kosovës, përveç ata të komunës së Vushtrrisë dhe Prizrenit, kanë hyrë sot në grevë një orëshe. Ata kërkojnë që të definohet edhe statusi I tyre.
Problemet dhe paknacit e shumta të akumuluara me vite, punëtorët e zjarfikësve kanë vendosur që t'i shprehen edhe përmes protestave. Ajo çfarë po i brengos më shumë zjarfikësit është fakti se nuk po kanë as ku t'i adresojnë kërkesat e tyre, pasi që nuk e dinë se kush menaxhon me ta. Kjo situatë e krijuar dhe mos zgjedhja problemeve dhe mos pasja dhe adresimit ku t'i artikulojnë për vitit 2012, fakt nuk e di mas kush menaxhon me këtë shërbim. Pikërisht ky vakum institucional i krijuar na shkakton mjaft probleme. Jemi pas status të zgjedhur, jemi shërbyer civil. Problemi numër 1 tek kjo, sipas dijes që ne kemi si federat, është se këta akoma i kanë 2 akte mbrime, një nga niveli lokal dhe një nga niveli qendror, dhe kjo është për fat keq sepse në Kosovë, ju e dini, nxjerrën ligje konform konventave ndërkombëtare, mirë po këto ligje nuk implementohen fare, dhe mos implementimi i tyre po shkakton këto probleme. Përveç statusit të pasgjidhur të zjarfikësve, ata ankohen edhe për kushte jo të mira pune. Kushtet në vend pune që jo të favorshme për me punu këtë punë, të me shumë mirët janë servitura, benefitet në paguen, ndrimet e nësë paguen, orë të tepe jashtërarit paguen, kushte nuk paguen. Të vetëm rrogën bazë që e marëm edhe një rrezikshmëri që e kemë, për tjetër arsye kushte nuk marëm. Zjarfikësit paralajmërojnë se do t'i radikalizojnë protestat nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre. Në pikalimin kufitar në Merdare u bë pranim dorëzimi i 12 mbetjeve të tjera mortore të gjetura gjatë gërmimeve në rudnicë të Rashkës në Serbi. Mbetjet mortore janë nga fshati Rezalli Skenderajt, ndërsa Rashka nuk mbyllet me kaq, me që pretendohet se ka edhe më shumë mbetje atje. Banorët e fshatit Rezalle e Qikatovës të Drenicës dolën në Merdar për të pritur trupat e pajet të familjarëve të tyre. Emine Hajdari është vetëm njëra nga 12 banorët e kësaj ane që ju kthyen eshtrat e familjarëve. Që 16 vjetë na i kanë marrë në fshatin Rezall, në 10 orë na i kanë nxjerrë pi shtëpia, na i kanë shumë shpejt hashim dërgutet, na kanë marrë ditën deri në ora 6. Masane na krubon 6, grashmi na kanë marrë për Skënderaj. Prendet e vllazën na i kanë përshkatuar në Rezall. Stadion është shumë të kënaqur që po kthehen eshtat e prindve të vllazëve tën, më përshuaj eshtat në vendin e vet dhe vendin ku kanë dhënë gjokin. Edhe Rustem Rukolli pranoi trupin e pajet të babait të tij Zymberit. Mjaft shale vogël, pak është më thonë mjaft. Kemi prit shumë gjatë. Kemi prit na dhe kam prit varret e hapura që sa vite, domethënë nëse 15 vite janë varret e hapura që i presin këto mbetje martore. Ndërsa eksperti i mjekësisë ligjore Arsim Gërgjaliu shpreh se Rashka ku janë gjetur këto mbetje nuk është mbyllur, vetëm se duhet kohë për të identifikuar lokacionet e tjera. Ne presim dhe thot ashtu nga pjesët antropologjike të jenë dikun rreth 60 plus minus 2-3, dhe thot në këtë aspekt totalisht nga pjesë e punës në Rashkë. Edhe pse është folë dhe thot për numër të madh, kjo do na bën me dije që Rashka nuk është mbyllur. Këto janë informacionet të cilat i kemi pas, i kemi kontrolluar. Pra për lokacionet e reja na nevojitet edhe pak kohë dhe përpunimi i informatave që të jemi më të saktë do thot në lokacione, sepse nuk ka përfunduar Rashka me këtë transfer të fundit. Në Rashk priten edhe gërmime të tjera, pasi që mendohet se ka mbetje të tjera mortore. Nga redaksia e kulturës në studio është Edon Podvorica, përshëndetje Edon. Mirëmbrëma Leonora. Instrumentet muzikore pra që janë dhënë për Filharmoninë e Kosovës si donacion nga qeveria japoneze janë përdorur në koncertin falenderues për këtë donacion. Po Leonora, këto instrumente në vlerë prej €500.000 sipas drejtorit të Filharmonisë së Kosovës Baki Ashar janë shumë domethënëse për institucionin që ai drejton, ndërsa përfaqësuesi japonez këtë dhuratë për artistët kosovar e sheh si një vazhdimsi e bashkëpunimit midis të dyja vendeve. Filharmonia e Kosovës ka mbajtur koncertin për promovimin e instrumenteve të cilat janë donacioni qeverisë japoneze.
Në këtë koncert falendërues u interpretuan 4 vepra në drejtimin e dirigentit japonez, Toshio Yanagasiava, i cili ishte edhe iniciatori i këtij donacioni. Ai tha se mbrëmja falendëruese ishte finalizimi i një projekti shumë të gjatë që kishte ndërmarrë. Na u deshtën gati 6 vjet për të përgatitur shumë dokumente, gjë të cilën e ka bërë zotëria Ashari. Ishte shumë e vështirë dhe e komplikuar qasja në qeverinë japoneze, por më në fund këtë vit ne morëm instrumentet e reja për të gjithë. Ndihemi lumtur që bashkëpunojmë me Filharmoninë e Kosovës dhe me kosovarët në përgjithësi. Zëvendëshefi i ambasadës së Japonisë në Kosovë, ministri Suzuki, tha se shpreson që ky koncert do të luajë rol të rëndësishëm në miqësimin e mëtutjeshëm ndërmjet dy shteteve. Muzika që Filharmonia e Kosovës performon me instrumentet e dhuruara më bën të besoj thellë se do të luajë një rol të rëndësishëm në krijimin e harmonive në jetën e popullit të Kosovës, një vend i cili ka kaluar nëpër konflikte ndëretnike në të shkuarën. Sinqerisht presoj që miqësia mes nesh do të vazhdojë dhe do të jetë edhe më e thellë në të ardhmen. Drejtori i Filharmonisë së Kosovës, Baki Ashari, shprehu falenderimet e tij ndaj popullit dhe qeverisë japoneze për instrumentet e dhuruara të cilët ishin të nevojshëm për këtë institucion. Në këtë rast, muzikantët e Filharmonisë së Kosovës shprehin falenderimet më të sinqerta dhe konsideratën më të lartë për popullin dhe qeverinë japoneze për këtë ndihmë të rëndësishme dhe jetike për zhvillimin e vërtetë të veprimtarisë artistike të Filharmonisë së Kosovës. Instrumentet muzikore me të cilat performoi Filharmonia e Kosovës janë donacion i Japonisë, të cilat kanë arritur në Kosovë në janar të këtij viti. Për sportin në studio është Bajram Shala. Përshëndetje Bajram. Përshëndetje Leonora. Sa po je kthyer nga Zvicra, ku ke ndjekur nga afër ato kampin përgatitor për ndeshjet testuese të reprezentacionit të Kosovës. Si shkoi? Përgjithsisht sipas vlerësimeve të kryetarit Federatës Fadir Vokri dhe selektorit Albert Bunjaku ka qenë mjaft pozitiv. Selektori ka pasur mundësi të ftojë disa futbollistë të ri, të cilët kanë debutuar me reprezentacionin, siç janë Mergim Brahimi dhe Arjan Emirllahu, të testojë mënyra të reja të lojës, siç ka qenë loja mjaft ofanzive në ndeshjen kundër Villit dhe të zhvilloj njësër ndeshjes, në fakt stërvitjes, të cilat nuk ka mundësi të zhvilloj para ndeshjeve zyrtare miqësore, sepse kjo ndeshje me Villin ishte më shumë si një ndeshje testuese në të paraqitja e ekipit ishte mjaft të mirë. Kosova pati jashtëzakonisht më shumë kaloja, shumë raste të cilat fatkeqësisht mbeten të pashfrytzuara dhe mbasi një prej gjërave që duhet punohet të ardhmen është pikërisht finishi i aksioneve, finalizimi i tyre në mënyrë më të saktë. Megjithatë, ky kamp shërbeu shumë për të komponuar dhe më shumë ekipin për selektorin Bunjaku për të debutuar futbollistët e ri, kurse pak planet i prishën largimi i Loret Sadikut për arsye personale dhe lëndimi i Avni Pepës një ditë para ballafaqimit miqësor me skuadrën e Villit. Sa për informacion, Kosova e ka fituar ndeshjen me Villin me rezultat 1-0 me shënimin e Kushtrim Ljushtakut, duket se ky është pikërisht momenti kur ka shënuar gol futbollisti nga Skënderaj që është antar i Kuksit. Përgjithsisht në këtë kamp ishin 18 futbollistë, 6 të tjerë nuk arritën të vinë për shkak të lëndimeve, ndalesave nga klubet dhe problemeve që kishin me viza dy futbollistët, njëri që luan në Kosovë, tjetri në Shqipëri, Mentor Zhdrella dhe Mentor Mazrekaj, kurse në anën tjetër kryetari Vokri këtë kamp dhe qëndrimin në Zvicër e shfrytëzoi për të vazhduar konsultat me këshilltarin e tij të parë, zotin Jerome Champagne, që është kandidat për kryetar të FIFA-s dhe i cili ndoqi nga afër ballafaqimin e Kosovës me Villin. Kaq nga informacionet që kemi nga Zvicra. Faleminderit Bajram, po kemi edhe informacionin tjetër, po paralajmërimin e ndeshjeve të Xhiros së 10 të Raiffeisen Superligës, të cilat do të zhvillohen në mesjavë kur reprezentacionet tjera në Europë do të jenë aktive, por reprezentacioni i Kosovës jo. Të martën zhvillohen dy ballafaqime, janë Peronikeli Drenica dhe Llam Kosova Ferizaj. Të mërkurën në planin 3 ndeshje, Besa Ajvalia, Vllaznimi Trepça dhe Prishtina Drita, kurse ballafaqimi ndërmjet Trepçës 89 dhe Istogut që zhvillohet ditën e entë e përmbyll Xhiron e 10 të Raiffeisen Superligës. Bajram, faleminderit që ishe në studio me këto informacione. Faleminderit. Meteorologët për nesër parashohin që mbi vendin ton të mbajë mod kryesisht i kthjellët dhe me diell, temperaturat do të jenë mjaft të larta, ato do të arrijnë deri në 28 gradë Celsius, pra mod i ngrohtë me diell.
Në Prishtinë, temperatura maksimale nesër do të arrijë 25 gradë, ndërsa ajo minimale 13. Moti ngrohet do të jetë të mërkurën të ejtën me temperatura deri në 24 të premtën dhe të shtunën parashihet ndryshimi motit me reshje shiu. Po ashtu edhe në Shqipëri moti është kryesisht i ngrohet me diell, temperaturat atje arrin 28 gradë Celsius. Në Maqedoni temperatura maksimale do të arrijë 27 gradë Celsius. Ndiqni temperaturat edhe për vendet e tjera të rajonit dhe të Evropës. Tu e përfundojmë këtë edicion të magazinës informative 21 Live News. Faleminderit që na ndoqët dhe miru pafshim.